kapitulli 2, vargu 1, përshkruan skenën e lindjes së Jezusit, të cilën të gjithë e njohim mirë. Në atë kohë, Cezari August nxori i papritur një dekret që të bëhej një regjistrim i popullsisë në të gjithë perandorinë romake. Pasi u nxor dekreti, të gjithë duhej të shkonin në vendlindjen e tyre për t'u regjistruar. Kështu, edhe Jozefi, i cili i përkiste familjes së Davidit, shkoi në qytetin e Davidit të quajtur Betlehem me Marin, gruan e tij, e cila ishte shtatzën. Duke parë profecinë e Biblës, a nuk e kishte parathënë Mikea kapitulli 500 vjet para, se Jezusi të vinte në tokë, se shpëtimtari do të lindte në Betlehemi? Me fjalë të tjera, Perëndia rregulloi të gjitha ngjarjet për të përmbushur atë profeci të vetme. Perëndia e nxiti Cezarin August, një perandor romak, të nxirrte dekretin. Dhe, si rezultat, Jozefi, burri i Maris, nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të kthehej në vendlindjen e tij. Kur shkuan në vendlindjen e tij, kë lindi Maria? Kështu lindi Jezusi në Betlehemi. Nëse dekreti i regjistrimit të popullsisë nuk do të ishte nxjerrë, a nuk do të kishte lindur Jezusi në Nazaret? Kur studiojmë Biblën, mund të shohim përmbushjen e profecive, ku Perëndia lëviz gjithë universin nëse është e nevojshme për të përmbushur qoftë edhe një profeci të vetme. Ne duhet të jemi në gjendje të njohim fillimisht lëvizjet e Perëndisë brenda botës së padukshme dhe të kuptojmë vullnetin e thellë të tij. Unë besoj se atëherë të gjithë ne mund ta kemi vërtet besimin e hirshëm që Perëndia u jep fëmijëve të tij. Nëse nuk arrijmë ta jetojmë jetën tonë të besimit kështu, atëherë do të përfundojmë duke parë vetëm pamjen e jashtme dhe situatat e dukshme. Të gjithë e dinë që Jezusi lindi në Betlehemi. Megjithatë, shumë nuk e kuptojnë, se i gjithë universi ishte rregulluar që Jezusi të lindte në Betlehemi. Kjo histori mund të shihet si vepra e Perëndisë në botën e padukshme. Në këtë mënyrë, ne mund t'i zbulojmë dhe t'i kuptojmë profecitë një nga një në Bibël. Ndërsa e bëjmë këtë, do të jemi në gjendje të kuptojmë plotësisht se kjo është një skenë e rëndësishme e profecisë, duke na lejuar të kuptojmë se e gjithë historia është rregulluar nga Perëndia dhe pa udhëzimin e tij, as edhe një rezultat i vogël nuk mund të arrihet në këtë tokë. Si përfundim të gjithë kësaj, mund të shohim pse Perëndia na dha fjalët e shkruara në Kolosianëve, kapitulli 3, kini në mend gjërat që janë atje lart.